Duke qenë Irani një ndër sponsorizuesit e kësaj ngjarjeje në Tiranë. Nuk e di. Në rrjetet sociale. Nëse, ma ta shishën si ka. Po i bëka ndër Shqipërisë Irani. Si shpjegohet që mediat botërore perëndimore, të cilat janë super të informuara, ju bën zëdhënëse kësaj proteste. Unë mendoj që nëse do të ishin të informuara që këtu prapa ka dorë Irani, kjo protest nuk do ishe transmetuar nga asnjë media perëndimore, por u transmetuan Reuteri live, 10 ditë rresht, CNN-i, 10 kronika dhe intervista, mediat e tjera të shkruar atje. Ju sapo deklaruat që Irani është një nga. Po. Kush është tjetri? Apo do kush presin nga janë shërbimet. të tjera? Nuk kam informacion. Këte e ka thënë Do edhe presin Rama nga shërbimet. që Do është presin Irani, përgjigje. janë dhe ca armiq të Trumpit. Keni në ide për shembull, mund të jetë dorë Sorosit mbrapa? Jo, nuk kam Erla, asnjë të thënë diçka. prononcim, nuk kam asnjë ide. Vetëm diçka. Po di të them që Para se përgjigjet të Klosit. ai Zvërneci. Dua t'i bëj një pyetje Klosit Karamuços. Mund të jenë të tjera, se Me që po me shkoj kë në është fund, Zvërneci, kam me një kë është pyetje bërë bashkë tjetër. Irani tani sepse jeni futur në ca ujëra, jeni futur në ca ujëra, ku i vetmi informacion që ka shërbimi sekreti joni është që Dritan Goxha e ka thënë aty që jam kundër luftës. Po pra kaq. Dhe ju me kaq keni ngritur gjithë narrativën e agjenturave. Nuk thash për atë janë fakte që do të Gërmuri s'ka qenë OCK, gjetën ca lekë. Po po them edhe një herë që Zvërneci është dhe kjo protestë u shndrua në një përplasje të shumë mediave ndërkombëtare, të shumë faktorëve, sepse jo se ishte një investim Zvërnec. Se po ta bëni investimin Zvërnec. Kush janë ata që na duan të keqen tani? Kush janë ata që na duan të keqen? Nuk ta duan ata që Shqipëria të jetë kjo që është në botën e turizmit. Nuk e duan ata që Shqipëria të jetë kaq pranë Bashkimit Evropian. Nuk e duan ata që Shqipëria të ketë rritje ekonomike. Nuk e duan ata që Shqipëria të jetë faktor stabiliteti në rajon. Nuk e duan ata që Shqipëria gjithmonë më shumë është pika fokale. Do të thënë ka një natë gjithë si në kohën e komunizmit. Po jo më nuk kanë të gjithë natë. Janë ca që na kanë natë, janë ca që na duan. Janë që na duan, që na vlerësojnë. Janë vëndet e Bashkimit Evropian që na pranojnë familjen e tyre. Janë ata që pranuan dhe miratuan dhe votuan në Parlamentin Evropian. Që Shqipëria ka bërë progres. Qenë serioz, janë ata që po na hapin në Bashkimin Evropian. Janë ata që investojnë në Shqipëri. Janë ata që janë kaq shërbime tuaja që po organizojnë protestën. I bi me shku me myll, me i vën kyçin shërbimeve tuaja. Jo, skepse vën kyçin. Mos dalin bëjnë video aty në bulevard. Ndikimet janë problematikat janë problematike. Në asnjë rast, që ditën e parë dhe më sot nuk kemi thënë që ne nuk do ta dëgjojmë me vëmendje shqetësimet qytetar. Nuk kemi thënë që s'do reflektojmë nga shqetësimet qytetar. I kërkuam ditën e parë dhe kështu filluam emisionin. Në momentin kur ti thua ato janë paguar nga Irani, nuk ke çaj gjën zotëri. Jo. Në momentin kur i thu janë paguar nga Irani, nuk ke çaj gjën, ka mbaruar historia. Jo. Që ka ndikime edhe nga Irani, kjo është tashmë evidente. Po identifikoj pra. Por do po evidentoj. Arrestoj zotëri. Arrestoj nëse do të vë bombën nesër. Pikërisht. Arrestoj. Kjo është akuzë e rëndë, mund të ndodhi hataja. Po pse më nuk bëni nga sulmet më të forta kibernetike i Iranit? Jo, halli është të një sulmi tjetër, jo kibernetik. Po mirë më dori, kush e kishte bërë ata? Ata që ishin drejtora. Si e kishin bërë ata? Edhe këtë e thatë, po erdhën gjithë, erdhën forcat më të forta të Shtetit Bashkuar të Amerikës, aleati më të madh, na ndihmojnë për të januar. Kush i kishte vjedhur ato zonat personale? Ata vetë kishin marrë NATO-s, kështu ishte korrupsion total. Kjo është histori komplet tjetër. Me shërbimet e tuaja. Shërbimet o veri një emër se unë kam frikë të tojnë në një vend ku Irani më nxjerr për ditë 5000 njerëz në rrugë. Dhe unë si ty i shqetësuar, unë jam shumë i shqetësuar shërbimeve që t'javin fjalën e tyre dhe do t'a japin. Unë mendova që ju keni prova. Ju thuj prova është që Dritan Goxha ka folur tuk e Erla, ka thënë që ajo është prova teknike e kronikës, jo prova të shërbimeve. Po ja o them pra që po së ngrihen akuza publike me kronika televizive, por edhe tash s'është. Është shumë e mirë që gjërat të kuptohen më qartë, të evidentohen më qartë dhe mos i hidhet benzinë zjarrit, por ama tani që gjërat po qartësohen. Nëse Dritan Goxha është agent i Iranit, arrestoja zotëri. Arrestoja se është rrezikshëm. Arrestojeni për se është rrezikshëm. Nuk thash që është rrezikshëm. Po tash ai nuk arrestohet që është rrezikshëm.
Ai nuk po arrestohet për atë që ka thënë, nuk po arrestohet që po del krye protestës. Po themi që ai që është krye protestës ka thënë kështu, kaq. Edhe? Nuk ka asnjë rrezik. Çfarë problemi ka këtu? Kjo është protesta, po drejtohet nga një njerëz që ka thënë se Po drejtohet, nuk është drejtuese, mori përsipër vetëm plotëzonte kërkesa tani. Po mirë, është figura i Që të bëj dy pyetje të fundit. Që ta thos prapë në metodë, se jemi prapë jashtë metodë. Do i prisni kokën ju po dolën Jo tjerë. më fare, po ç'të pres, s'po pres, Kokën kuptimi figurativ të fjalës. Shiko,